Amici di Pop Arbresh, continua il nostro viaggio sot nel Rom, jemi te Palazzo della Cancelleria, për një event shumë i rëndësishme, shumë importante. E kemi një miq katone, professor Nicola Scaldafari. Professore, si jeni? Mirë. Sa mirë se të jetë. Mirë, professor, jemi mirë. Sa bukur ka qenë che event, professore. Ma sì, è meraviglioso. Sì, che è una cosa ben riuscita, veramente da tanti punti di vista, diciamo, anche come organizzazione, ecco, perché bashkogjithta elemente shumë të ndryshe. Edhe ti ke fjalë ka këngat ka polifonia Arbresh, profesore. Ma është, na thomi, mishpulje. Kemi par videet, performanset ma. Po, këngat kanë qenë shumë të bukura. Mendoj se më se fjalë që kam thënë, ka qenë interesante të dëgjojmë këto këngët tradicionale. Polifonia Arbresh është shumë e vjetë, profesore. Po, se vjetë, po. Ti ke bërë shumë studime si polifonisë. Polifonisë, po elementi më i rëndësishëm se edhe tani ka këto gratë e vogla që këndonjë. Nuk është vetëm për këto plakat, po dhe ato ka Shqip Konstantini që ka shumë mod që a bëmi kolaborojmë, bëmi bashkë, ato janë gjithë vashat e vogla që këndonjë. Se kishë element shumë interesant. Shumë interesante, profesore. Edhe këta këngë Arbresh kanë, si duket, kanë një shenjë të historia e Arberisë. Edhe sepse pra i kanë vënë bashkë këta kënga. Ka qenë periudhë e historisë të një sekole 1800, 1700, i kanë vënë bashkë. E kanë zonë të rëfije, generata për generata, i kanë shkrua, no, profesor? Po, edhe si kanë foljur për që këto këngët e Variboba, ato kanë dhe lidhje me gjithë traditën dhe me letërsinë, edhe ata kanë shkuar, dhe letërsi kanë kaluar të këngët tradicionale. Dhe komunitatet, kanë batu të komunitatet, pjesë e komunitatet, shumë mirë. Profesore, edhe ti ke fritu, si tu, ke bën një performance, Konstantin të mi bje. Shqipton e luajte, Surdulina. Surdulina është tradicionale, kemi atjene që Konstantin, po dhe të katundet tjere të Arbresh. Atje, Ungarit tonë Karamunze i trefë. Karamunze. Ne tonë i Surdulina, po është tipike. Nike kanë mësullu Arbresh se kanë dhe katundet e tjerë, ko përdoret shumë dër katundet. Përdoret shumë, është edhe të katundet kitje shën Konstantin e Shëmpol, no? Shëmpal. Janë njëri, janë kupil, janë... Kanë një punëtor që i bën këta. Që të disancë është dhe shumë një djalliri që s'ka shumë kohë tani ai filloi e bën dhe këto vegjët. Sa mirë, dhe traditët venjën fare, mbajnë gjallë, këta është shumë mirë. Një emocion shumë madhe, profesore. Se unë mendoj se Arbresh janë të identifikuara të ptjetrat si një popull muzikale, që ka këta muzika, këta kënga. Pjesa muzikore është një element shumë i rëndësishëm edhe për identitetin Arbresh, pa tjetër. Sepse gjithë keme një emocion e madhe, kur gjegjë me këngat Arbresh. Këngat gjegjë vegjat, edhe të këndosh bashkë. Polifonia është një element që bashkon elementet të trishme. Bashkon, profesore, e këtë rimenteri më bashkë, komunitatat, njerit, si evente si kip, folklorin Arbresh, letërsin Arbresh, për këngat Arbresh, edhe për kostumet Arbresh, të veshrat Arbresh, shumë bukur, aburi kemi parë, profesor, a një të pjesë e madhe ka... Po, është pjesë e madhe e kulturës. E kulturës tonë e madhe. Profesor, faleminderit shumë, punën shponë.
rini mirë me profesor Scaldaferi.